miq të programit Dita ime këtu në ekranin e Vision Plus. Ky është takimi i radhës në këtë studio e cila është plot ngjyra dhe shumë e ngrohtë, një studio e cila përcjell të ftuar njëri pas tjetrit dhe në fakt secili prej tyre pa diskutim që diskuton për tema të ndryshme. Për tema të ndryshme që japin shumë informacion, gjithashtu edhe na zbavisin të gjithëve ne, juve dhe mua këtu në studio. Ndërkohë që unë dua të ndalem fillimisht tek parashikimi i modit për kryeqytetin, sepse do të kemi sot një paraditë të gjatë deri rreth orës 12:45 minuta që do të qëndrojmë së bashku në transmetim të drejtë për drejtë. Edhe në këtë paradite unë do përpiqem shumë, po gjithashtu edhe të ftuarit që të ngrem humorin, të japim mesazhe sa më pozitiviste, sepse përpara kemi fundjavën dhe duam që të jemi sa më të relaksuar. Ndalem tek parashikimi i motit, temperatura në këtë moment që ne po flasim në kryeqytet është 29 gradë Celsius. Ajo minimale është nuar në orët e para të mëngjesit dhe ka qenë 17 gradë, ndërsa maksimalja është pikërisht tani. Mos prisni mesditën, sepse në mesditë do të vinë dhe do të ulen temperaturat dal nga dal, ashtu sikurse do të vazhdojë edhe moti që të na bëjë numrat, jeti pa qëndrueshëm, sepse priten edhe reshje shiu, sidomos rreth orës 14-15, ndaj të gjithë ju që në ato orar dilni nga puna shpejt në shtëpi për të konsumuar një vakt të shëndetshëm edhe të mirë, dhe pas dite pastaj patjetër që mund ta shijoni, sepse fundjava e shtuna dhe e diela do të jetë me diell dhe ky është një lajm shumë i mirë. Ndalemi tek promot, miq dashur, duke nisur nga një pjesë e veçantë e programit. Do të flasim sot me një psikologe se si të jemi optimist në këtë periudhë kur jeta është kaq shumë e ngjeshur, kaq shumë e ngarkuar, kur ne dalim nga shtëpia dhe kemi kaq shumë angazhime për të realizuar, ndoshta themi që a ja vlen të bëjmë të gjitha këto. Dhe në një ditë kur humori nuk e kemi fort të mirë, nuk jemi shumë të buzëqeshur, atëherë edhe mund të bëhemi pesimist. Por e rëndësishme është që gotën ta shohim gjithmonë gjysmë të mbushur. Të jemi optimist sepse kështu kemi mundësi që jo vetëm vetes, po edhe njerëzve që kemi pranë t'i dhurojmë sa më shumë pozitivitet. Të shkojmë tani tek një temë tjetër për ta prezantuar, produktet e qumshtit. Tani që temperaturat janë rritur ndjeshëm, dihet që qumshti është shumë delikat, por gjithashtu edhe nën produktet e tij. Ne do të flasim sot me një specialist mercolog të ftuar në studio rreth orës 11:30 minuta, se cili është kujdesi specifik që duhet të ushtrojmë përpara se të zgjedhim këto produkte për t'i konsumuar, por gjithashtu edhe në momentin që i kemi në shtëpi si duhet të ruhen secili prej tyre. Okej. Pas kësaj, në rubrikën e shëndetit, do të flasim sot me një mjek okulist lidhur me syzet, me syt dhe diellin, influencën që kanë rrezet e forta të diellit tani, nëse duhet i përdorim apo jo syzet dhe si duhet të zgjedhim ato që janë të duhurat edhe korrektet për ne, por në fakt kam përshtypjen se një kategori e veçantë e personave të cilët vuajnë nga smundje të veçanta të syve duhet të jenë sot gjithë syve vesh për të marrë informacion, nëse akoma nuk kanë shkuar tek okulisti i tyre personal. Në orën 11 kemi guzhinën nga shef Krenari dhe recetën e ditës dedikuar të gjitha anvisave që ndjekin nga hëna të premte me përpikmëri. Shohim. E cila ishte vërtet e dekoruar, po besoj edhe shumë e shijshme nga pamja. Nuk e di nëse pamja të gënjen, por ndonjëherë ne themi që hasyri dhe jo goja. Të ndalemi tek pjesa e parë, sepse do të flasim për ata që na e mbushin jetën me gëzim, por ndonjëherë edhe na shgënjejnë dhe nuk na bëjnë mirë shgënjimet nga miqt, sidomos nga ata që vinë në kohë edhe ruhen si vera, që sa më e vjetër të jetë aq edhe më e fortë është ajo. Flasim sot për miqt. Ekziston një shprehje në kulturën shqiptare, miqt e mirë në ditë të vështirë, por në kohët e sotme ka ndryshuar kjo shprehje apo jo? A janë miq të mirë edhe ata që njihen në ditë të mira, në ditë të lumtura, në ditë kur ne jemi të gëzuar, në ditë që marrim pjesë në ato arritje apo sukseset tona, në ato gëzime që mund të jenë familjare, po patjetër ne përfshim këtu edhe rrethin e ngushtë të miqve. Do thoni pse shtrohet kështu pyetja, sepse ekziston sot ndoshta një lloj xhelozie e fshehtë në rrogos që nuk thuhet, që tjetri nuk është fort i lumtur teksa të shet ty duke buzëqeshur, ndaj pavarësisht se e ke konsideruar mik, ai mungon në ditët më të rëndësishme të jetës tënde. Flasim konkretisht me të ftuarit, të cilët unë i prezantoj pa humbur kohë. Në fakt janë të ftuara të treja, dhe të treja kanë rreth shumë të gjerë miqësor. Më besoni sepse profesioni i obligon në një farë mënyre që të jenë të tilla. Duke nisur me Ana Nina, e cila është presidente Yacht Club Albania. Përshëndetje se ka ardhur këtu tani. Faleminderit që je këtu në studio, edhe je bërë shumë e bukur komplimenta. Ana, çfarë është për ty miqësia? Ta zbërthejmë se koncept. Miqësia për mua personalisht është gjëja më e shtrenjtë, duke qenë që unë e lash familjen në moshë shumë të vogël, në 18 vjeçe, dhe u largova. Dhe çdo gjë nisi nga shoqëritë, nga këshillat, për mua është shumë e rëndësishme të jetë gjithmonë afër dhe sidomos
në ato momentet kur vendos të bësh diçka tënde, në ato ëndrat, ato gjërat, të rinë afër, të japin këshilla, dhe të ndjekin pak a shumë, të japin atë kurajën. Për mua kjo është kundërshtimi më rëndësishëm. Largimi nga familja në moshën 18 vjeçare, edhe lidhja shumë e fortë me miqt, mendon se të ka bërë mirë, Ana? Shumë mirë, shumë, më ka dhënë kurajo shumë. Familja mbase nga njerë të mbronë, me të do, nuk të do, nuk e di të lë ri këtu me ne, kurse unë me që i ka dhe ndej, më kanë thënë, do të bësh diçka, bëje, më kanë dhënë shumë kurajo, kështu që shoqëria ime është një diçka shumë e shtrenjtë për mua, akoma dhe sot në hapat që më bëj sot. Kuptova. Fakt, ndite sot me quhet fat që të kesh miq të mirë për rreth, ndaj ti e pas këtë fat edhe komplimenta. Komplimenti i dytë që të erdhi sot, Ana, prit të tjerë. E vazhdoj prezantimin me një bukuroshe, gazetaren Kozeta Turishta, përshëndetje mirë se ka ardhur. Përshëndetje, faleminderit ju. Kam këtu. Kozet, miku i mirë në ditë vështirë, miku i mirë në ditë gëzimi, hareje. Në fakt tingëllon shumë bukur. Kaq bukur, me kaq shumë dashuri, miku i mirë në ditë të vështirë. Por ama në ditët të sotme, lind pyetja, ka miq të vërtet? Ke ti miq të vërtet? Un kam miq të vërtet, por sa? I numëron dot të dalin miqtë e duarve? Kur jemi mirë dhe në situata të gëzuara, të gjithë na duan dhe të gjithë në fakt hiqen si miq. Por ama në momente të vështira, aty më shumë se kurrë arrin të njohësh cilët janë të vërtetat apo jo. Sigurisht kam pasur të zhgënjima, apo ka pasur situata në cilat unë isha investuar tek disa njerëz. Nganjëherë njeriu investon gjithë shpirtin e vet, gjithë pozitivitetin, gjithë energjinë e mirë ndaj dikujt dhe vjen një moment dhe ti zhgënjehesh merr atë që ti nuk e prisja apo nuk e meriton. Megjithatë ka njerëz mirë, ka edhe miq të vërtet, por po bëhet për ditë më shumë më vështira. Ti teston këta miq e mirë në ditë të vështira, Kozeta, apo jo? Në ditët kur ti nuk je mirë shpirtërisht, në ditët kur ke nevojë për kuraj, për forcë, për energjinë e tyre pozitive. Megjithatë, kam përshtypjen se në gëzimet e tua familjare, sa prej miqve marrin pjesë, do më tregosh pak më vonë sepse dua që ta plotësoj panelin. E kemi një kryeredaktore në shtëpinë e shkruar, shqiptar, Blerina Çizmia. Përshëndetje mirë se ka ardhur. Përshëndetje. Faleminderit që je në studio. Faleminderit. Blerina, profesioni të bën që të kesh shumë njerëz për rreth. Prej tyre zgjedh dot miq të vërtet? Sigurisht, profesioni bën që të bësh shumë njohje, por është tjetër gjë të kesh njohje dhe është tjetër gjë të kesh miq. Miqt përgjithsisht janë disa njerëz që ti përzgjedh mes atyre njohjeve të mëdha që ke. Edhe jo domosdoshmërisht i ke nga njohjet që ke nëpërmjet punës, sigurisht. Përgjithsisht janë miq që ti i ke sprovuar, po themi, në momentet vështira të jetës tënde, që të kanë ndenjur afër, kështu që unë vazhdoj të jem atë tradicionalen, që miq njeh në ditë vështira. Sa? Sepse ndodh që ne zhgënjehemi vazhdimisht nga njerëz që i kemi afër, nga familjar, nga njerëz me të cilët i rritur dhe ndoshta të lidhet dhe gjaku, por që miqt janë ata që gjithmonë qëndrojnë pranë. Domethënë unë i qëndroj asaj që miqësia është një nga gjërat më të rëndësishme të jetës. Për mua, pas familjes vjen miqësia. Edhe përgjithsisht ndodh që miqësia është ajo që nuk të zhgënjen, ndërkohë që familja dhe mund të zhgënjejë. Wow, po shumë fort si deklarat kjo nga ana e Blerinës. Do ta pranoje dot që fëmijët e tu ta thoshin të njëjtën gjë? Unë kur flas për familjen, me thënë të drejtën, ndoshta duhet të saktësoj. Nuk flas për familjen në kuptimin e ngushtë të fjalës, sepse nëse ne flasim për shoqërinë, flasim për njerëz që ne i takojmë, domethënë nëse unë kam disa motra fatmirësisht, edhe faleminderit prindërve të mi, jam shumë e afërt me ato, mirë po ato nuk mund të më jenë pranë mua kur unë kam një problem. Sigurisht që shoqja ime e ngushtë do jetë pranë meje. Domethënë nëse unë flas me motrën time, flas atëherë kur më jepet mundësia, ndërkohë që me shoqërinë jam gjithmonë afër. A mund të jetë njësoj fjala e motrës përballë fjalës së një mikeshe, Kozet? Nganjëherë Lor, me të thënë drejtën, shumë gjëra që ti nuk mund t'i flasësh me familjarët. Ti ke një vlla? Unë kam një vlla, po kam fatmirësisht edhe një motër. Po tani për shembull motra ime është e martuar, është në ato hallet e veta, me familjen, me fëmijët e tjerë, larg meja, jo në Shkodër në Tiranë, edhe sikur të ishte në Tiranë. Prap janë disa gjëra që natyrshëm faktikisht nuk mund t'i flasësh as me maman, as me motrën ashtu sikurse e ka dhënë Zoti, prandaj quhet mik. Mikesh apo mik. Janë disa gjëra absolute që nuk mund t'i flasësh me dikë tjetër, por mund t'i flasësh më mirë me një mik. Por sa ne duhet t'i besojmë atyre, sepse ti mund t'i shesësh në besimin, mund t'i falësh gjithçka, mund t'i falësh shpirtin, mund t'i falësh një sekret, mund t'i falësh një gjë shumë të shenjtë të shpirtit tënd.
por problemi është se sa vlerë ka kjo për atë që të dëgjon, se nga njëherë edhe një dëgjues shumë i mirë në një ditë të vështirë apo në një situatë të sikletshme do thot shumë. Ana, të shetë më shpejt një motër apo të shetë më shpejt një mikesh? Nuk ka motër, po mikesh. Unë kam dhe një diçka si karakter, unë kur kam problemin, unë rri vetëm. Nuk dua njerëz vërdat, kështu që i zgjidh vetë, jam shumë. Pas kanë rregull. Jam rregull. Jo, nuk e di. Si a bën? Na e thuaj pak sekretin? Unë rri në qetësinë time, mbyllem, marr kohën e dur, bëj një listë, shkruaj problemin, çfarë do ndodhi, pse ndodhi, si ta zgjidh. Dhe në kohën e dur, marr veten dhe pastaj vetë. Kjo është karakteristik jo e gjithë, është deri diku e rrallë, sepse ka nga ata që mund të mbyllen në vetvete dhe pastaj kjo i kthehet në bumerang, jep një efekt absolutisht, unë atë marr si kohë për të karikuar dhe pastaj të vazhdoj prapë. Lori, të shtoj diçka me motrat, më fal. Është edhe një problem tjetër. Në momentin që ti do të flasësh me motrën ose i tregon një problem, motra ka gjithmonë atë instinktin mbrojtës, do të mbrojë, përpiqet gjithmonë që të hidhet në flak për ty. Nuk është racionale, po themi, nuk është gjaktosh, shumë subjektive, ndërkohë që një shoqe është më objektive, e shikon problemin aty ku është, të shikon ty aty ku je, edhe bën një lloj dallimi. Gjithsesi, ekziston distanca mes një mikeshe edhe një tjetre, në ndryshim nga ideja që mund të kesh lidhje gjaku me këtë personin dhe është një person që nuk thera asnjëherë poshtë. Është kjo, domethënë lidhja e gjakut është shumë e fortë, është diçka shumë e mirë, po në disa probleme ndonjëherë edhe po themi prish punë, domethënë sepse bëhet shumë subjektive edhe mirë, do të vinte keq, Ana, që mikesha jote e ngushtë apo miku yt i ngushtë të mungonte në një ditë gëzimi për ty apo në një ditë të vështirë për ty? Kur do ta ndjeje më shumë mungesën, faktin që s'është prezent? Ditë të mirë do doja, po edhe të dyja kohë, po të mira do të dëshiroja. Kur ta eksplikojë ti me mendjen tënde, kur ti po them mund të martohesh ose fejohesh ose të festoje një ditëlindje, apo teksa ishe duke bërë do ta dëshiroja në një fest më shumë se sa në një. Do ta dëshiroja më shumë në një fest. Po, pse jo, po. Në një moment të vështirë, për shembull? Jo, kam shumë qeftëri. Kishe humbur vendin e punës ose As pa problem fare mësu. Jo, absolutisht preferoj të rri vetëm kur kam shumë probleme. Dhe që nuk kam pasur shumë probleme. Se i kam zgjedhur. Nuk dëshiron që t'ja injektosh të tjerë për problemet e tua. Po nuk i quaj, nuk e di. Mbas edhe unë jetoj në det, ka një jetë më vetmuar, jam mësuar me vështirësitë i përballoj vetë, unë i shikoj shoqërinë shumë rrallë. Dhe ajo të bëhet natyrë, më kupton, nuk jam shpesh me shoqet, me shokët për kafe, ndodhi. Kur ndodh, unë e zgjidh dhe ta tregoj mbasi e kam zgjidhur, mbasi ka ndodhur, më kupton. Kështu që është ndryshe jeta ime, komplet me jetën tuaj këtu në tokë. Pra, miq të mirë ti një në ditë mira. Unë kam qejf kur kthehemi ti mbledhet bëjmë një fest. Po, është shumë bukur se unë iki për 10 muaj prapë, më kupton, kështu që. Leri? Problemet i zgjidhur. Miq të mirë në ditë vështira, pa diskutim. Domethënë unë i qëndroj kësaj. Në momentet vështira të jetës, kur ti ndodhesh kur je shumë keq, mund të ndodhë që të bëhet më i afërt se një mik, edhe se një i afërm, edhe një person që ti e takon rastësisht. Për shembull, mua më ka ndodhur që në një moment shumë të keq, një person që unë kisha thjesht një përshëndetje me të, domethënë po themi raporte profesionale, edhe mënyra se si u soll, dhe mënyra se si më ktheu një përgjigje. Ai nuk e dinte sigurisht në gjendje isha unë, ka bërë që ky person më mbetet në mendje. Ai sigurisht sot e kësaj dite nuk e di që unë, domethënë, që më ka bërë të ndihem shumë mirë atë ditë. Po domethënë në një moment të vështirë të jetës, një person kushdo qoftë të bëhet shumë i afërt, edhe të ndihmon shumë. E kuptova, pra ti i fiton miq në ditë të vështira, duke i testuar në farë mënyrë. Sepse në ditë të mira nuk është shumë e nevojshme të kesh miq, sepse ke gëzimin tënd, ke lumturinë tënde, je i plotësuar. Po, a nuk duhet ta ndash këtë gëzimin tënd dhe lumturinë tënde? A nuk mendon ti se mikesha apo miku mungoj sepse nuk i vjen mirë që ti pate një sukses profesional, pate një gëzim të madh në familje dhe kështu me radhë? Unë shikoj pozitivisht Lori, nëse ajo ose ai nuk është prezent kur unë jam i gëzuar, atëherë ai nuk është mik. Kështu që unë fitova diçka. Mësova se është mik apo jo. Kaq. Kozet? Është kaq e thjeshtë. Edhe unë ashtu bashkohem me Blerinën, sepse ne kur jemi mirë, jemi të lumtur, jemi bukur në jetën tonë të përditshme, gjithë na duan na bëjnë komplimenta pafund sa të mirë që jemi etj. Por ama kur jemi keq, aty vërtetohem më së shumti. Unë flas nga eksperienca ime, jam shumë e lumtur dhe me fat që kam miq të mirë. Kam dhe miq të vërtet, ashtu sikur se kisha menduar që kisha miq të vërtet dhe nuk më ndolen ashtu siç unë. I kisha besuar instinktit tim apo ndoshta mirësisë time që kisha ndaj tyre, por më ka ndodhur realisht që të kem fituar miq
por të cilët unë nuk mendoja që mund t'ishin aq të mirë, aq të besueshëm, aq të dashur me mua. Të vlerësoje më tepër Kozet angazhimin e një mikeshe për të realizuar një dhuratë surprizë për ty për ditëlindje, apo angazhimin e saj për të ardhur në ndihmë, ndoshta edhe financiarisht kur ti ishe krejt bosh? Të dyja rastet sigurisht do ishin perfekt. Cila do të bënte që të ndjeshëm më mirë? Por unë duke qenë njëri ndoshta pak i ndjeshëm, njëri shumë friendly me njerëzit, njëri që unë fal më të mirën në vetes time tek të tjerët kur të tjerët janë në situata të vështira, edhe unë do doja shumë që në situatat e tilla dikush të më gjendej pranë, qoftë edhe me një fjalë për mua do thotë shumë dhe jam shumë mirënjohëse ndaj këtyre gjestave. Çfarë mund të themi për ata miq ana që shfaqen teksa ne po përjetojmë një situatë vështirë dhe pastaj zhduken? Si njerëzit, unë mendoj kështu, njerëzit që do rinë me ty deri shoqëria e vërtet, nuk do ikin asnjëherë. Ata që vinë dhe ikin kanë një rrugë, një mësim për të dhënë dhe do largohen ashtu siç kanë ardhur. Kështu e kuptoj. Nuk e mendon që ata që të qëndrojnë pranë në ditë të vështira, Blerina, janë ata njerëz të cilët gjejnë ngushëllim edhe për problemet e tyre, thonë që ka edhe më keq, po qëndroj pranë për t'i dhënë forcë, po njëkohësisht kështu marr edhe një lloj mesazhi për veten time. Varet edhe nga mënyra se të qëndrojmë pranë, se të qëndrojmë pranë është një koncept shumë i gjerë. Nëse të qëndrojmë pranë, specifiko pak çfarë kërkon ti me të qëndruarin pranë. E para, në momentin që ti ke një problem, gjëja e parë që mund të bëjë një mik i mirë është të dëgjojë. Sot ka shumë pak njerëz që të dëgjojnë. Në momentin që ti flet, edhe ai të tregon problemet e veta, do të thotë se është ky rast që po diskutojmë tani. Domethënë që ai thjesht përpiqet të ngushëllohet. Me idenë të tregon problemet për të thënë që ja edhe unë e solidarizohet në thonjza, po në subkonscient pastaj vepron një tjetër gjë, ai thjesht po ngushëllon veten. Nuk besoj se... E kupton dot në bisedë? Sigurisht që e kupton, Lori. Sigurisht që e kupton. Aq më tepër që nëse flasim për miqësi, flasim për një miqësi të testuar. Se nuk flasim për një miqësi që e takon dikë sot, e takon të nesërmen e ku diun. Për shembull, mua personalisht kam shumë miq që më kanë thënë, nëse ke një problem, në mes të natës më telefono edhe unë do të vi. Domethënë, unë jam tipi vet personalisht që nuk para kërkoj ndihmë, domethënë nuk i vë njerëzit në siklet. Edhe e di që nëse do kem një problem, ndoshta nuk do të telefonoj askujt. Por që thjesht mendimi që ka disa persona që mua do të më qëndronin pranë, po, në një moment vështirë, sepse e di që nuk e thon kot, por do ta bënin vërtet, më bën që të flej gjumë me qetë në darkë. Kjo është një gjë shumë e mirë. Kozet? Nuk mendon se në fakt ka një lloj, nuk di, egoizmi edhe në këtë sens, sepse duke parë problemin tënd ata ngushëllohen për të tyret, e thonë që ja, edhe Kozeta kështu është. Në fakt jam vetëm. Miqësia vërtet jo vetëm kuptohet, por edhe ndihet. Në momentin që unë jam shumë e vetmuar, jam në një situatë vërtet kritike për një arsye apo për një tjetër, dhe nëse unë kërkoj mbështetje në një mikut apo një mikeshes time, dhe nëse ajo do ma kthej po me të njëjtën monell duke përcjellë edhe ai person të njëjtat probleme të punës, të jetës së tij etj, atëherë unë vendos të rri vetëm ashtu si Ana, do rri vetëm. Do rri vetëm më mirë, do dëgjoj muzikë, do lexoj një roman, do merrem me diçka, mendoj që është lidhja më e mirë. Nuk është shumë teorike kjo, Kozeta, me këtë ritëm jete sot, është shumë vështirë që ti të jesh vetëm, sepse kudo gjen njerëz dhe mes tyre patjetër që do zgjedhësh më të përshtatshmit për të qëndruar pranë, për të mbushur shpirtërisht, Ne nuk i përcjellim. Ndryshe Ana se është në det. Ne kemi këtë problem. Ne jemi në tokë. Po, ju jeni në tokë, është e vërtet. Unë kam detin, kam shumë gjëra të bukura, kam perëndime, kam lindje, kam shumë kohë, qetësohem. Kupton, është ndryshe. Është krejtësisht. Në tokë nuk kam këtu, për shumë shoqëria ime në Shqipëri, kam lecet. Sa? 3. Vetëm 3. I numëron. Që shifemi, takohemi. Ata e dinë domethënë, nëse po na ndjekin tani për te ekranit, i dinë emrat, okay. I dinë emrat. Po kanë vite, jemi të njohur për vitesh, na kanë ndarë jeta, na ka bashkuar, por janë persona që adhurojnë këtë gjën time, më kanë ndihmuar me këshillat, unë e kam të këshillat. Unë do më pëlqente të më dëgjoje, të më japësh mendimin tënd, normal do bëj si e kam ndarë unë që do ta ndjekë rrugën. Faleminderit që ma dhe mendimin, do vazhdoj akoma me timin. Por i kam njerëzit e mi, ta janë shumë pak në tokë, dhe
Nuk e di, është ndryshe jeta detit. Ti do të rish vetëm. Edhe këtu unë ri vetëm shumë, marrë da një xhiro buzdetit. Sigurisht ke shumë mënyra. Kanë jetën e të kanë fëmijët, aktivitete që unë nuk dua të shkoj fare, unë dalë buzdetit jam e që. Problemi kam përshtypjen se është këtu, që të qëndrorit vetëm është një zgjedhje, që ti e bën në një moment kur ti ke mundësi ta bësh të zgjedhje. Unë zgjodha detin. Por ne jemi, nuk është ne që jetojmë në tokë. Me detin, po, prandaj, unë dalë çiksi. Problemi është që jeta jonë është shumë aktive. Për shembull, realisht ne jetojmë gjithkohës, po themi në punë, në ambient social. Unë kthehem në shtëpi shumë vonë në darkë, edhe koha që i kushtoj familjes është shumë e pakët në krahasim me kohën që unë i kushtoj, po themi gjithçka tjetër në jetën time. Kështu që normalisht je rrethuar nga njerëz me të cilët ti do doje të shkoje mirë. Sigurisht një pjesë madhe të kohës e kalojmë në punë. Është, domethënë, gjëja më e bukur që mund të ndodhë një njeriu është që të ketë një ambient miqësor në punë. Për shembull, ne në gazetën intervista, të gjithë ata që kanë punuar aty dhe që janë të shumë që ndoshta po na dëgjojnë tani, e dinë që ambienti ka qenë gjithmonë miqësor. Edhe kjo është shumë pozitive. Domethënë ti shkon me dëshirë në punë, sepse ke miq aty, nuk po themi miq të vërtet. Po themi njerëz që të dëgjojnë, njerëz me të cilët ti mund të bësh një bisedë, njerëz me të cilët ti mund të kalosh disa momente të bukura, sepse ne tani nuk i zgjedhim, domethënë nuk zgjedhim se si do të jetojmë. Ne jetojmë ashtu siç kemi vendosur dhe siç ecën jeta vet. Cilët për atyre miqve Kozet ti vlerëson më shumë? Ata miq që të shkojnë më herë ndërmend për t'i marrë në telefon në një ditë shumë të vështirë kur do të pish një kafe, apo ata miq që ti do të pish një kafe, po do pish një kafe për qef, edhe thua që okay, po thras X-in apo Y-in sepse më ngre humorin akoma më shumë, se e di që do kënaqet një lloj si unë, e di që do buzëqesh me gjithë shpirt, apo një tjetër që nga natyra vet të gjendet pranë ditë vështira sepse i tillë është, bën shumë, është shumë i më shumë vlerësoj ato njerëz ku pritshmëritë e mia ndaj atij personi kanë qenë shumë të ulta duke i krahasuar me një mik tjetër për të cilin unë thoja që ky person do nxjerrë nga çdo situata ndaj këtej, domethënë i vlerësoj më shumë të njerëz që pritshmëritë kanë pas shumë të ulta. Dhe vërtet më ka ndodhur sepse për shembull, na sjellni një shembull konkret sepse ta është shumë bukur për ta ilustruar. Patjetër, më ka ndodhur sigurisht si çdo kusht tjetër, nuk është ndonjë turp të thuar që kam kaluar situata të sikletshme, rutina e punës, probleme pune, probleme jete, probleme personale, etj. Dhe ndoshta të ka shkuar ndërmend një person, okay, do dal me Lorin, do pi një kafe dhe Lori me patjetër ka këmbgulur, duke pa portretin tim të trishtuar, ndoshta duke kuptuar diçka që nuk shkon tek unë, e kupton? Dhe Lori me patjetër ka bërë të pamundurën që mu të paktën të më kthejë edhe me një buzëqeshje. Ku pritshmëria ime ndaj Lorit ishte shumë pak, duke i krahasuar me ato miq që unë vërtet i konsideroja si gjë shumë të shenjtë. Dhe pikërisht, kjo ka qenë zona fillo pastaj që ti vet të bëje pas këtij miku apo mikeshe dhe të kthehej në invers. Sepse ta imponon, ta imponon mirësia e dikujt që të mbështet, mirësia e dikujt që të përcjell pas një lloj interesi, thjesht për të bërë ty më mirë, për të bërë të ndjesh ti më bukur dhe më lumtur, do apo nuk do, imponohesh që ta kesh mik dhe ta bësh për kokë. Ana, ti je më tepër prezente në gëzimet e miqve të tu apo në ato ditë të vështira të tyre? Vitet e fundit unë nuk jam as në gëzime, as në... Me një telefonat larg? Po jam me Skype. Po, je me Skype. Po, patjetër. Por nuk jam... Në cilët ditë? Në ditë kur ata janë të lumtur dhe gjithçka i shkon vaj, në ato ditë që ndoshta diskutojnë fare të marrin telefon. Kanë nevojë për mua, unë jam në dispozicion. Okej, shumë bukur e the. Kanë nevojë për mua, kanë nevojë për ty, që si të organizojmë një festë, si të organizojmë çdo lloj gjëje, si të edhe nëse do të çajit më t'rregoj një hall, një diçka dhe nëse mund ta ndihmoj. O thjesht ta marr ti bëj një xhiro me vela. Për çfarë të kërkojmë më shpesh? Po edhe për të ndonjëherë bashkë. Për mua për gjëja më e bukur është që ti rin me shoqërinë buzdetit, unë kam këtë detin, më fali. Dhe nuk flet, shkruan, lexon një libër, pa fjalë, në qetësi. Kjo është një diçka shumë e bukur. Mirë, kemi, meqense mbetemi këtu tek mjetet e teknologjisë së fundit, Blerina, kemi disa numra në celularet tanë që kur bien e themi që nga filani, do ketë një hall patjetër që më ka marrë në telefon se s'ka mundësi. Unë nuk kam njerëz të tillë. Kur nuk më bie. Po s'ke shpëtuar. Nuk më bie telefoni. I ke fshirë numrin apo si është puna? Nuk di ta them. Jo, nuk më ka ndodhur ndonjëherë që të kem këtë mendim. I pari mendim që dikush më merr në telefon. Mund të më ndodhi. Nuk i paragjykon atëherë. Mund të më ndodhi, të jemi sinqert, mund të më ndodhi që jam në një moment shumë të ngarkuar ose jam
shumë e mërzitur, ku diun, mund t'jem në një gjendje emocionale që nuk do doja që të më telefononte dikush që është gjithkohës i gëzuar, kupton? Ose jam shumë e gëzuar dhe nuk do doja të më telefononte dikush që është gjithkohës, po themi gjithkohës, nuk po themi në një moment të tij të keq. Janë disa persona sepse ne nuk i standardizojmë dot njerëzit. Njerëzit kanë karakteristikat e tyre, disa janë përgjithsisht kështu dhe disa janë përgjithsisht ashtu. Siç më ndodhi për shembull që në një moment që ti ndihesh, po themi, shumë poshtë me humorin, nuk telefonon 10 mikeshat, njëra nga 10 mikeshat, po telefonon atë mikesh që ti e di që në atë moment është e përshtatshme për të ulur dhe për të folur me të. Kjo nuk do të thotë se 9 të tjerat nuk i do, ose se 9 të tjerat janë më të këqija, po themi. Sikur të kishim 10, se kështu do kishim mundësi që të bënim zgjedhje, njërën për këtë, tjetrën për atë, se varet edhe nga pritshmëritë, për secilën situatë. Janë paksuar miq të vërtet, por janë akoma. Sepse që janë paksuar deri sepse janë shtuar momentet e vështira që do të thotë jeta është bërë akoma më e rëndë për të përballuar apo jo? Me thënë të drejtën, Lori, është një pyetje që ja bëj vetes, shpesh herë, të jemi sinqert, ja kam bërë dhe prindërve të mi me idenë për t'i pyetur, nëse jeta ka qenë gjithmonë kështu, shoqëria ka qenë gjithmonë kështu dhe në kohën e tyre, ka ndryshuar shoqëria dhe ka ndryshuar, po themi shoqëria njerëzore dhe ka ndryshuar vlerat, ka ndryshuar dhe njerëzit, apo unë duke u rritur kam filluar t'i njoh. Kjo është shumë e bukur. Akoma nuk e kam marrë përgjigje, më thënë të drejtën. Lë vend për diskutim, sepse besoj edhe këndvështrimi që ne kemi për shoqërinë apo miqësinë, sepse shoqëri themi sa jemi në gjimnaz, adoleshent, pastaj e shndrojmë në miqësi pikërisht këtë lloj fraze. A ndryshon apo jo me gjinin, pra si e koncepton një femër, si e koncepton një mashkull, apo ndryshon edhe me kalimin e viteve, sepse ti bëhesh më përzgjedhës, sepse ndoshta të shtohen ato rëndesat në shpinën tënde, sepse jeta ka sfida dhe sforco. Shkojmë publicitet, rikthehemi vetëm pas pak. Miqtë e mirë në ditë të vështirë apo miqtë e mirë në ditë të mira? Publicitet.